Besimtarët musliman të Shkodrës që morën pjesë këtë vit në ritualin e haxhit në vendet e shenjta u kthyen në vendlindje. Meftinia e Shkodrës organizoi ashtu si në nisje një pritje për grupin e besimtarëve që kryen një nga 5 obligimet e besimit islam, haxhin. Marrim emocionet më të mëdha të mritjes në Shkodër të 100 haxhilerëve të shtëpisë Allahut, të cilët këtë vit e kanë pas fatin e mirë me u bashku me miliona besimtar musliman nga marrë bota, edhe bashkarisht në ulut në vendet më të mira të globit, në kohë të çuditshme, e në kohë provash, e në kohë paradoksesh, mirë po bekimi i madh për ne është që nga qyteti jonë janë një grup i madh besimtarë që janë përgjigjë ftesës së Allahut, edhe kjo na bën me udhënim mirë, edhe na fton me meditu, edhe me menu se Zoti na don, edhe Zoti na fton me shku pas thirrjes së Tij, e me shku drejt bardhësisë, e drejt udhëzimit, e drejt asaj ku është pëlqimi i Allahut në jetën tonë të përkohshme të kësaj bote. Ritualet e haxhit të zhvilluara në temperatura të larta dhe me pjesëmarrjen e miliona besimtarëve nga mbar bota kaluan pa incidente për haxhilerët shkodran. Ky udhtim mbetet ndër më të veçantit të jetës. Vetëm ai që shkon atje e kupton kënaqësinë edhe ato shpërblimet që ka ai vend. Vetëm ai që shkon atje dhe nuk mundesh me përshkruar me fjalë. Haxhin, shkumjen Mekën, Medinë, si për umra ashtu për haxh. Haxhi ka rëndësi të veçantë, është një ndër 5 yllat e Islamit. Lum ku ja ban Zoti rrezik, inshallah Zoti ja ban rrezik gjithkujt. Është kënaqësi e madhe, nuk përshkruhet me fjalë. Kthimi i tyre shënon një moment reflektimi, por edhe gëzimi për komunitetin musliman, i cili bashkohet në urimin për një haxh të pranuar.